Përshëndetje, selam aleikum. Jemi në Durrës te shtëpia e Nikoqirës tonë, zonjës, nënës Dylberie. Dhe këtu, si që po e shihni, kemi disa shejk dhe unë i zgjodha disa hadithe profetike dhe nga Ehli Beti që flasin për shegën. Shega si bim. Hajde çdo. Shega pra, si fruti gjenetit. Në shumë hadithe thuhet, shega është prej fruteve të gjenetit, gjdo kokër e saj që bie në tokë, është mëshirë për zemrat e besimtarit. Një hadith tjetër, një thënie, mësim nga Imam Aliu thot, mos i ha vetëm frutat e gjenetit, por ndaji me të dashurit e tu. Vazhdojmë. Një rrëfim tjetër, në disa rrëfime mistike, thuhet se, kur Hazreti Fatimja ishte shtatzan me Imam Huseinin a.s., ajo ndjente një arom të jashtëzakonshme e ajo arom ishte pra shega, aroma e shegës. Prandaj thuhet se Hazreti Fatimja i ka admiruar shegën, sepse është frut nga gjeneti. Edhe një thënie tjetër, në kulturën islame shpesh përfaqëson dëlirësinë, nënën, ndjenjen e mëshirës. Në poezit persiane dhe arabe, kushtuar Hazreti Fatimës, ajo shpesh quhet pra shega e gjenetit që mbajti dritën e profetit. Mos harroni bëni like, bëni follow që të punojmë sa më shumë për neve dhe për juve.